Pas shumë muajsh ndërprerje nga nisja fillestare e punimeve, më në fund firma 2T ka rinisur punën për rehabilitimin e pjesës lise mes lungomare 2 dhe 3. Qytetarët e Vlorës, të cilët e frekuentojnë zonën e ujit të ftohtë, thonë se ky është një projekt shumë i rëndësishëm, i cili duhet të realizohej kohë më parë, por sipas tyre kjo pjesë e shëtitores gjithmonë ka qenë e harruar mes amortizimit ndër vite. Për vlonjatët ky është një projekt i vonuar, ku vlerësimet për ritmet e punës nuk janë as pak pozitive. Sipas tyre firma duhet ta mbarojë punën brenda nisjes së sezonit veror, pasi nuk duhet të sjellë pengesa në qarkullim, si dhe në sezonin turistik në qytet. Po shikojmë të mos bëjnë në gjithë të bukur, po. Si vlerësoni punime deri më tani, se besoj e frekuenton shpesh në zonë? Po deri tani mirë janë këta, se këto, po të shikoje këto këtu. Ja këto. Këto ishin të hedhura kështu, tani i kanë sistemuar, e kanë bërë gati. Edhe gjë e bukur do dalë, besoj. Gjë e bukur do dalë. Po ka qenë, edhe koha ka qenë, nuk ka qenë, ka bërë kohë e keqe, dhe shira gjithas, nuk i ka lënë me të drejtë. Po shikon mos doshën ky projekt për këtë pjesë të drejtë? Po patjetër. Kjo duhet lidhje, se s'bën me këtë. Duhet lidhje. Ishte një zonë si e veçuar, si amortizuar. Edhe e pa shfrytzuar ishte. Ndërsa tani shiko çfarë hapësirë është hapur. Do të vjen edhe plazhin, vjen e bën. Gjë e bukur është. Çfarë të them, pa parë projektin, po informuar s'mund të them gjë. Po, në esencë pozitiv, zgjeron rrugën a. Ritmet janë të ngadalta. Kaq. Duhet përfundoj? Po patjetër para sezonit duhet. E pret? Ke pritshmëri se do të përfundoj para sezonit? Patjetër. Kjo pjesë e shëtitores lungomare 2 prej rreth 4 vitesh ishte lënë në gjendje të amortizuar. Kjo për shkak se ka patur një konflikt mes firmave të cilat kanë realizuar rehabilitimin e shëtitores lungomare 2 dhe lungomare 3. Asnjë prej këtyre firmave deri në nisjen e punimeve nuk e kanë pranuar këtë pjesë si të përfshirë në projektin e tyre, e përpasoj asnjëra prej tyre nuk pranonte ta rehabilitonte.